Sezoni turistik në Vlorë këtë fundjavë do të çelet ndryshe. Për herë të parë, qyteti bregdetar do të mirëpres Enxhi Kadiun, sirenën e parë shqiptare, një performancë unike artistike dhe argëtuese e cila premton të sjellë atmosferë magjike dhe verore për qytetarët dhe turistët. Aktiviteti do të zhvillohet më datën 10 maj, ora 11 në ambientet e gjurma, ku organizatorët premtojnë një ditë të parueshme të mbushur me shfaqje sirenash, momente fotografike dhe performanca spektakolare në ujë. Vera nuk fillon me një datë, fillon me një përjetim. Është mesazhi që shoqëron këtë event, i cili synon të sjellë një risi në ofertën turistike të Vlorës dhe të çelë simbolikisht sezonin veror. E ftuara speciale, Enxhi Kadiu, sirena e parë e licencuar e detit në Shqipëri, do të performojë për disa orë në pishinën e gjurma, e shoqëruar nga instruktorja e saj gjermane dhe Akademia e Bashkuar e Sirenave të Shqipërisë. Të pranishmi do të kenë mundësi të realizojnë fotografi, të ndjekin nga afër performancat artistike dhe të përjetojnë një atmosferë ndryshe nga aktivitetet tradicionale të çeljes së sezonit. Mikpritja do të realizohet nga Aldo Mehmeti dhe stafi gjurma, ndërsa organizatorët e konsiderojnë këtë event si një hap të ri për promovimin turistik dhe argëtues të qytetit. Ky aktivitet pritet të tërheqë jo vetëm familje dhe fëmijë, por edhe turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për fundjavën e parë të sezonit veror.